zgjedhjet mohen me fitu dikush. Përse ta mohen zgjedhjet, përse ta garojnë kandidat. Edhe me hub dikush. Edhe me hub dikush. Edhe bojnë me takotin e vetë që e kanë me shkune për oda, si kur të tjetë me kërku votën. Qëf dikush për vetit, qëf dikush për nipin, për djallin, për tezën, për vojzën. Po me rëndësishme është që me pas qëtësi, me pas i farë burninje, kërkim votës, mirë është me s'me rajtë shumë, këta që po kërkojnë votën. Ana kanë rajtë ma herë, që këpëta merë menja, breshadek. Po tash ti si pensioner, ty të kanë bo rrugën 1.000 euro. Po, 1.000. E Po kur si kanë ku marë? marru zgjedhjet, ti ke marrë 120-130 euro. Kështu që këta mirë është me s'me premtu, rana, me s'me premtu, po sa autostrada në për mole nuk bëmot. Jo. Ma mirë është me thonë në malë dëna me qelë rrugën e malit, sa me hecë, traktori edhe aj me kërë, me koli me shku me prej drum. Jo me thonë tash edhe asfalt malit, se nuk pëndodhë. Edhe me thonë... Po hapi fabrika, s'po hapet kur një Po fabrika. ju të integrojnë bashkim Europian. Pa Ju lekto, integrojnë NATO, qane. mekanizmat. Kështu që është mirë me dhonë premtime më të vogla, se për besë qytetori më shumë i beson nëse nuk premton shumë se sa ku të premtoj shumë. Havopa thujnë. Atë ki po gjatë zgjedhjeve, ku vjen dikush t'i bjen të vizit karta, apo më një mënë zgjedhje, sa vota me bën, t'i thu t'i bëj 500 vota. A në fakt t'i as 3 vota nuk ja bën. Sadik njoni Kështu që ta na unë na përshkujmë të raqë është dëshoj. Erë njoni qështu mashtini, tha, mere pije i kafe. Unë thash, jo, bre, shkine, uj, kërë vizit kartë, kësh njën kështë e pare, thash, më shtaj, thash, dull një penzien. Ke kam vjeni natë me të padhon pare, ti se mu s'padhon për Tha, mere pije i kafe, thash, oj, a i kanë dhez motorat këta kandidat për kryetar komunash. A me kjera shkojnë, të shkojnë me motorat. Partit, po më duket që s'kanë dhez alo. Shëshe. Dhe më thonë kryetarët e partive. Ndërsa kandidat për komuna, Asambleistat. ata asamblistat po. Si këtu në herë komësëria, shkëshin me pastru të re, në këta vishën. Ama qendra nuk është ka i mbështet halo, se po më duket halo kjo pjesa parë pas më ditëshit, se 30 ditë janë ko gjëtë gjohë. Pasha zote pa. Mos Edhe po shanë dekur ty. po duhet më ardë ka 2 herë në odën tonë me ta kërku votën ty. Po. Kështu që 2 herë tepër. Ma mje qatë një herë. E tash 30 ditë janë gjohë. Pasha zote. Kështu që s'kanë dhejës halo, qendra të fjolla për kryetarët e partive, që du të mi mbështet, kandidat e vetë për kryetar, po kandidat për kryetar të komunash, ata e në ka bojnë fushat, atave që kanë panisë edhe ma herë, po shkojnë, po takojnë njerës, shtabet, lokale, ato që i kanë formu, me erujt votën edhe me mujtë sa më shumë me marrë votën. Kështu që mirë është, po qetësia mu, që ke po m'pëlqe shumë. Edhe pse, ku dënë me bon, me pas të lashe, ku ka një familji kanë 2 djemë, ose 2 vojzë, ose 1 djallë dhe 1 vojzë, që konkurrojnë partitë ndryshme. Po, demokracia është. Ako të Demokraci kjo. Po, du të me pas një farë kuptimi edhe familjar. Nëse dikush është që familja vlerëson, që ka pak, është pak më intelektual se tjetër. Atësh naj, të reke kandidatin tjetër, le njonin, jepja mundësin. Është mirë që kandidati për asamble kitë drejt me votu çdo partije politike. Ndërsa kryetari i komunës, kandidati për kryetar të komunës, është i veçantë, listat veçanta, kandidat për asamble janë listat veçanta. Kështu që nuk prish punë, ti edhe kush nuk thotë ti e tradhove partinë që se votove, ti e voton partinë, se voton kandidatin për kryetar. Po e kina është një shak, një mik, po për asamble votohet që ato që ti e vlerëson bre. Po mirë e ki vallaj. Votohet që ato voto tonën. Lufta është ka pak shkëndje. Ja tonin, po. Vlerësoj njerin. Unë e kisha vlerësuar një këtë partisë tjetër, ndërsa kandidatin për kryetar kisha votuar. Standrai për shembull. Po, e kisha votuar partinë, a kënaj kandidatin voton për kandush? A kem garë të nxehtë edhe të ftoftë, edhe ku është gara më e nxehtë? A dalë të ftofta prej herë. Dilë të ftoftë, a di pse unë i tham garë edhe po ftoftë? vite e nxehta. Sa ti ka di pse i tham garë ftoftë? Ai se rrin hije e nuk merret me qytetarin. E gara nxehtë është se ngon edhe në përzhek mas qytetarit. Ku a gara, hajtë ftoftën për taloj. Po edhe ftofta tash ti më qitet një temë tjetër. Shumë se në dashta më thonë që gara ftoftë është Skenderaj. E ftoftë? Se Samil Ushtoku edhe më nejtë nërhije. Fiton për thua? Fiton. Bilaj me bo me dollë pak me leviz, i merë një 90%. Po edhe ty najt i merë 80%. Të më thonë, une se kisha shpoll si komune, si kisha shpoll zjedhet heq. A ti a? Në Skender, s'ka me bo.
kush rrezikon Samil Ushtokun? A s'ka kandidat tjetër në Skënderaj. Po çaj aty ton kandidat e këtë Kosovës, Skënderaj është Po thu Bundozher është. është ka pas fata dhe mu me marr pe Gjakove, e me më qurë Skënderaj. Ç'ashtu bohesh? Edhe në ty najt në rehije si kandidati PDK së fjolla, kisha fitu, edhe në 80 që kisha qu. Dërsa Samia ka thonë do me bon 100%, nuk e besoj 100%, po qka bje nër 80%, unë e shpolli humbës. Kështu që e ftaft gërë që atje veç luftot për asamblista, ata në mezveti. Ata, po. Ata kush po fiton për asamblista, për ndryshe, për kryetarët komunës, s'ka gërë atë. E gërën zet. Val me pelet kësi. Është edhe në Drenas. Kusha një menja, Dadaras. Kom një në televizion të thonë, Dadaras. Qësha më sana i bje jona për ju. Është pik, që kush do të qëtë kandidan kështë në Drenas për Partisë Demokratike fitan. Po tash aty një gorë pak më serioze. Një gorë që unë mendoj që PDK s'ka dit me menagju. Me nëzet, po thua shta. Po e nëzet, është. Një gorë që PDK-ja ka të loshe që 2 por zjedhin në Drenas. Ani që fiton PDK-ja. Ani që elektorati është shumic PDK. Po tash kandidatet e kanë bu të loshen që PDK-ja ka mja po shërën. Ma vanë, ose jashtë shërën edhe më dumajt të tuër, po jënë në Drenas, jashtë e të tërka. Se s'ka dit me menagju Drenosë. Po thu pi Drenosit jashtë shërën të tërkon. Po jashtë shërën se reflekton, të loja e tjetë, dikon Prishtinë. E pse po thuin, dy t'jem PDK në Drenas. Ramizi po të s'ka birë nënë e shemqenët për i PDK-s. Po, për që ta që në dytë PDK-së në dytë i kisha qunë ballotash. Drenosën i kisha qunë ballotash. Une me pas fuqi, edhe me mvet dikush, i marë edhe Petret Hajdorin, edhe Ramiz Ladrovcin, dhe kandidatët tjerë, sa ta i marin ka pak vota të këto. Po me që vendin ballotash. Edhe në fund letë ballafaqohen mas 12 tetorit. Në mje veti. Në mërë veti. Edhe letë jep dorë fitusi. Sigurisht, po. Letë djetë kush ka me fitu. Unë e di që atje fiton veç PDK-ja. Se këtë elektorati o PDK. është dikur 70% PDK. Ose 60-70%. Aty fiton PDK-ja. Nuk ka rëndësi emni Ramiz a Petret, po PDK-ja fiton. Dhe thonë unë atje shpolli si fituat PDK-s, po këta dy t'i qenë ballotash. Edhe let fiton kush dën, edhe let i thot, a fitove ti Petrit, po, për hajtë ku partia, mere partin dorë, menagjo partin degen, në Drenasa dhe kry, a fiton Ramizi, Petriti mi dhe Ramiz, të koj folje, grahi partis, na po shkojmë qandrës atje. Kështu që, ajo është një gorë që nuk o dosh me ndodhë, mes PDK-s, mes veti, po ja që ka ndodhë tash, ja po fshin horë. Tash jemi edhe në demokraci.